Vetëm pak orë para prajmit të sotëm, kurioziteti se çfarë pritet të ndodhë sot është tepër i lartë. Burime pranë Top Channel bëjnë me dije se edhe sot pritet të jetë një natë e gjatë e plot surpriza të këndshme, ashtu edhe të pakëndshme për disa banorë. Fillimisht spektakli do të fillojë me leximin e zarfit të zi, ku si pasojë e thyerjes së rregullave dhe mosbindjes së vllajit të madh, grupi i Gretës pritet të shkojë në televotim brenda natës dhe njëri prej tyre pritet të dalë. Ku më të rrezikuara shihen Nina dhe Greta. Më pas spektakli do të vazhdojë me sjelljen e Brikenës përballë Mateos, ku shumë banorë ashtu si dhe publiku dyshojnë se Brikena ka një marrëdhënie nga jashtë. Ajo që pritet të ndesë sërish debat është marrëdhënia midis Mirit dhe Selin. A ka ndryshuar Miri qëndrim pas mesazhit të babait të Selin apo jo? Dhe më shumë mundësi vllai i madh do t'i njohë me këtë fakt edhe banorët e tjerë brenda shtëpisë, për të nxitur më tepër debat duke qenë se Miri do të sulmohet më tepër. Një surprizë e pazakontë pritet të ndodhë për njëri nga banorët. Këto e shumë surpriza të tjera. Nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim spektaklin sot.